Duket fitoria në sytë e juj, duket triumfi i Partisë Demokratike në këtë lagje dhe nga këtu do nisi fitoria e PD-s, është pa diskutim. Ju falenderoj nga zemra, sigurisht kjo është një lagje ku unë jam rritur, po jo vetëm unë, edhe Rudi, në fakt, po harru përmendim që kjo është lagje që ka larë me gjak demokracinë. Që kjo lagje ka lindur edhe Josif Butën, edhe Qazim Gariqin, njerëz që nuk u trembën kur regjimit dhe na dhënë këtë liri që kemi sot. Dua të ndalem shkurtimisht, pasi do të jemi sigurisht edhe në takimin e ardhshëm për shpalosur programin e Partisë Demokratike. Unë kërkoj nga ju një mbështetje maksimale, sigurisht e njoh se cilin për jush kemi qenë shumë gara bashkë, nëse kishte drejt. Nuk duhet harrojmë ku ishim, ku jemi dhe ku do shkojmë. Kjo duhet t'i vlet çdo kandidati dhe çdo njeriu që kërkon votën tuaj. Pse? Për t'ju parë gjithëve në sy, për të mos i harruar demokratët kur vin pushtet, për të mos i lënë më njëmë, për t'i respektu, sepse e di dhe që shumë për jush edhe mund t'jenë tjerë pa respektuar, mund t'jenë edhe të mërzitur, dhe kjo do të na jetë porosi çdo kohë që ne të qeverisim dhe të ecim përpara. Mos harrojmë njerëzit që kanë dhënë jetën dhe kanë dhënë kontribut në çdo fushat për Partinë Demokratike dhe t'i japim atyre atë që meritojnë. Nuk e kemi mundësinë që t'i japim të gjithëve, por sigurisht vota 11 majit është për shpërblyer demokratët, qytetarët e Kavajës, për të na dhënë mundësinë që t'i shërbejë, për t'i dhënë mundësinë edhe bashkisë qytetit që të ketë më tepër fonde për të bërë investime, sigurisht për të krijuar edhe vende të reja pune, por për të dhënë edhe mundësi familjeve shqiptare që të kenë një ekonomi më të mirë.